Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio paralajmëroi se sfidimi I lirisë së lundrimit nëpër ngushticën e Hormuzit nga Irani kërcënon jo vetëm tregtinë globale, por po ashtu rrezikon të krijojë një precedent të rrezikshëm për rrugët e kontestuara detare në Azi. Duke folur para ministrave nga shoqata e kombeve të Azisë Juglindore në Manila, Rubio tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të përgatitura për të negociuar me Iranin, por ai akuzoi Iranin se nuk po respekton zotimet e mëhershme dhe se nuk është serioz për diplomacinë. SBA është gjithmonë e përkushtuar për diplomaci, tha Rubio. Ne jemi mendje hapur dhe gjithmonë kemi vullnet për t'u angazhuar dhe për të negociuar një marrëveshje dhe për të zgjidhur dallimet, dhe kjo vlen edhe për rastin me Iranin. Problemi me cilën po ballafaqohemi tani është se ata nuk janë serioz për bisedime. Nëse ata janë serioz, edhe ne jemi serioz, shtoi Rubio. Nëse nuk janë, ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur interesat tona dhe po ashtu interesat e aleatëve tanë. Rubio argumentoi ndërkohë se lejimi I Teheranit për të diktuar lundrimin nëpër ngushticën e Hormuzit do të minonte një nga parimet themelore mbi të cilat mbështetet tregtia ndërkombëtare, lirinë e lundrimit. Deklaratat e Rubios vinë në mes të përshkallëzimit të sulmeve nga të dyja palët, ndërsa Washingtoni ka goditur infrastrukturën ushtarake të lidhur me kërcënimet ndaj tregtisë detare.